atmosferë të ditës së parë, pikërisht ditës së parë të muajit të bekuar të Ramazanit. Prandaj, duke filluar edhe kjo ilahi që shkoj pak më parë, ne paralemroj edhe të ftuarin tonë që do t'jetë bashkë me ne, pra do t'jetë Muharrem Qaili, një ilahist dhe një njeri shumë punëtor, një njeri i cili la shumë sende të mira pikërisht për t'ju përkushtuar fesë dhe për t'ju përkushtuar pikërisht asaj rrugë që e don edhe vetaj, por e don edhe Zoti. Mirëserdhe, Zoti Muharrem. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si jeni? Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit. Urdhnoni. Pak ju munduam në këtë ditë Ramazanit, por për shikuesit duke ua lehtësuar pak, duke na ndjek neve këto minutat fundit të iftarit, t'jem bashkë me ne dhe duke e zhvillu këtë bisedë të bukur me ju. Si kaloj sot dita? Alhamdulillah, mirë për Zotit. Dash Zotit shkon shumë mirë. Amin. Faleminderit edhe ju për ftesën. Faleminderit për kohën. Agjërimi është kënaqësi e madhe. Si zakonisht si e ndjen Zoti Muharrem ditët e para, po këtë fillimin e Ramazanit, e ka i e shine vetë. Ai që ju ka mësu, e ndjen mirë. Ai që su ka mësu, nuk e ndjen. Kënaqësi, aromën e Ramazanit, e ndjen veç ai që agjeron. Sigurisht. E paralemrova në hyrjet e emisionit, por edhe shikuesit pa të mundësi të ndjekin një ilahi nga ju. Ishte një periudhë ku i thatë stop muzikës në atë kohë, pikërisht për të rikthyer në këndimet fetare apo në ilahi. Na trego pak si filloi ajo, të themi tash po moderne kjo pendimi, por jo që ke qenë ndoshta në rrugë keqe, por kjo është pitja mirë. Kjo është udhëzimi i Zotit, këndo Zoti që udhëzon, s'ka kush e humb. Kënom Zoti s'ka kush e udhëzon. Po Zoti është një dashni, njëri që e do Islamin. Shkak se ne e kemi bërë namazin shumë vite, po udhëzimi erdh 2008 e ndërpreva muzikën. Po shkaku ligjeratave hoxhës doktor Zekiria Bajramit, kemi marrë pjesë shumë në Sultan Murad, kam qenë edhe muezinat xhami. Po ligjeratat aty, po disa xhallar, erdh edhe udhëzimi ai që e kupton. Alhamdulillah, faleminderimi tek Allahut. Sigurisht. Ka qenë një zë i bukur në atë kohë, thoshin që jepet një ezan në atë xhami me një zë të bukur, pikërisht ishte zani juaj. Pastaj u riktheve që këtë zë ta shndrojsh në këndimin e ilahive. Filloi, domethënë, nga namazi dhe fillove që atë zë ta shfrytëzosh në të mirën e gjithë atyre që dëshirojnë që ndëgjojnë ilahi. Kur filloi ideja? Si filloi ideja? Po shife, unë namazin e foli pi vitin 95, kur kam qenë hitin më të mirë që arrita me burgin e zi, po, deshti Zoti, u largova nga muzika, udhëzimi Zotit erdh, në 2008 e lash muzikën. Kështu në që Allah i të jep një dashni në zemër. Me këndu këngë s'ki nuk i as sevap, kënda Kur'an ki sevap. Ashtu Allah që ka me të pytë të adha zonin e bukur, ku e shfridzove? E për që duhet me shfridzun punë të mira, që të lësh hapa pas vdekjes, që shkoje hapa, që shkoje zërijit, puna jote, puna mirë. Të leni vepër që bashkë si sadaka. Ashtu deshti Zoti, faleminderimi të konë Allahut, po ashtu në për ligjerata kam qenë muezin disa vite në xhamien e Sultan Muratit, të Mollazeka, të doktor Zekiria Bajrami, Allah është për bleft të dhatë, e kështu daveti lindi ideja. Atër ishte pjesa, e the dhe shumë bukur, ishte kulmi i karrierës dhe për një kohë ndërpreve. Përveç asaj, ishte ndoshta një shembull apo more ndonjë